Do t'i jeki të gjitha toksat. Çfarë toksash? Toksat e leshit. Mirë mrama dhe mirë se erdhët në emisionin Debat në Odeon. Me ju sonte jam une, Gentiana, fillimisht më lejoni t'i përshëndes ata të cilët të përkujdesën për dukjen time. Këmishën ja ko marrë kunatës të madhe, ndërsa pantollat kunatës të vogël. Faliminderit butikut 2 kunatat. Ndërsa për dukjen time, si zakonisht për kujdeset burri im, faliminderit salonit bukuris burri im. Atëheri kthehemi e emisionit. Të gjithë e dini se kushtetuta e Kosovës ta shetutje jep të drejtën kujt të dënë të konkuron për kryetar të Kosovës. Me një fjalë, kush ka dëshirë mundet me kandidu për president të Kosovës. Sonte, do t'jenë 2 kandidat, ju lutëm, me një duartrokitje shumë të madhe i mirëpresim kandidatët tonë në skenë. Mirë mrama dhe mirë se keni anë. Atëherë ju lutëm prezentohuni. Une jam qytetar, prandaj që shpo më sheni me qarapa me krejt, kandidoj për president Kosovës, për qytetarët e Kosovës. Më falë, e karrikën, pse keni marrë me vete? Shikë mëtër të ashtit, ta ndroj komën veç pak. Shikë mëtër, karrikën e ka morë se kushtetuta e Kosovës e parasheqe presidenti me u zgjedh me mobilet vetat. Hajse, shumë shpejt, pas ka me ta thy LDK-ja kitë karrikë për kreje. O, ja thej për kry LDK se kitë... Jo, krejtve jo. Apo prezentoni ti nasihati, më falë, ti kandidati tjetër? Une jam katonor, kandidoj për kryetar shtetit, fakultetin e kandidaturës e kom kry bashkë me Enver Petrufshin. Edhe une karrik s'kam që kom orë shkam, që mos me tha popli po lufta për karrik. Se këtë qytetarin mi tha për të bëj kryetarve që në gjënë shkam katonari suje. Atëherë shikues të nderuar, siç po e shihni edhe vetë, kandidatët as gjës pas kanë menduar për popullin, si duket pas kanë menduar vetëm për prapanicën e vet. Mirë, zoti kryetari i qytetarëve. Pse duhet me të votu qytetari ty? Që mëtër të ashtit? Une jo kam treguar shpesher në për intervista, për do t'ua tregoj edhe sot, e do t'a shini edhe vetë, e do t'bindin edhe vetë se so e kam të fort vullnetin për t'i shërbyer qytetarit mëtër. Andaj, ju baj thirrje publike, ju lutëm qytetarët e dashur, zhveshuni, niseni dhe hekni ka daldole ato mendime negative që i keni kriju për presidentin e Kosovës. Ren, krejt, ren, a di ren e kullune. Se, qka tha? Nuk e di shka tha, veç ren edhe pikë. Atëherë publik leta pysim edhe kryetarin tjetër. Zoti kryetar, pse duhet qytetarët me të votu ty? Sepse do të investoj në infrastruktur, do të investoj edhe në dashni. Gjitha femnat që janë dopi frajera do t'i bashkoj. Sepse qaja femen që është do pi frajerit, jo asfalt për te pije mi ashtru se knoq. Do t'i martoj të gjithë vejonat. Si të ma qëtë një votën, typin për shtet, mas pore do me gjetë një nuse për vete, se ma lazëm jam. Do t'i jeki të gjitha toksat. Çfarë toksash? Toksat e leshit. Sepse, ti qefin katonor 10 e s'po kanë ku me shtit leshin. Do t'a qelin i trek leshit te qeveria sepse qerapat e leshta janë dollë t'i forme.
Do t'i jeki edhe taksat e mishit që qytetarët e mi në hangër ma shumë mirë së bukë. Atëhere, zoti qyqar, më falë, zoti qytetar, cili do t'jetë investimi juaj nëse zgjedheni president? Nëse zgjedheni president, kam investu mas pari në vurë. Aha, Urna? kjo hëtë dhe në gjolli vurët, rrenë me të këput? O, zotni, mos më ndërhyni, zotri, se kam perspektiv, zotni, kam vizion, do t'investoj në vërë motër, se shtrohet pyetja. Prej se o kry lufta deri sot, a kanë votu krejt dekmit? Po! Shtrohet pyetja cila qeveri ka punu dishka për dekmit tën, as njona. Prandaj, une si të bone president, kam jo nresh vërët, kam jo nresh rrugën, kam jo shu me internet, me kablovik, kam jo ble iPhone, a koqa, krejt dekmiu. Edhe centra trektore në për krejt vërët kam e maru, zotni. Jo, po kam perspektiv. Atëherë, zoti katunar, te, qka ki me investu? Unë do t'investoj në lëp. Gjitha lëp që na kam pru pis visre mas lufte, do t'i qojnë kasapnismi prej krejt. Sepse, mzete tënë të ngo mas lëpve të visrës për letra, lëpte tënë e kanë lën shterës. Tash, lëpte zvitës për ngridhohen një vis të ban 10 vjetë dhe me këper ujvin e trupit. Atëherë, zoti qytetar, a ki me shtu na i sem për këta që ka tha kë katunari? Tina s'kam shka mishtu visht me mujt mja hek ere në katunarit se e ka kë. Mirë po, jo e dini fort mirë kur majten zgjedhet për Prishtinë. Isa Mustafa o shojke thëke ka me bo Prishtinën kryt qytet metropolitan, se po m'bjen me shu pak si shpesh që t'gjesht po s'ka dem. Andaj, une, jo vesh Prishtinën, krejt qytetet e Kosovës kam i bo kryt qytete metropolitane. Bile m'ka shku menja edhe Skënderaj me bo kryt qytet metropolitan të Kosovës, mëtër. A po me ndën që i hajnë këto fore ata në Skënderaj? O, mëtër pi hajnë Prishnalitë, le mos pi hajnë Skënderaj, po lehat pun të ishe mos më shërda, po kam vizionoj mëtër. Mos i besoni, është ren e kullune, kjo është pis, kjo është hajnë. O, zotri, mos bani akuzat pa lidhje, zotri. Ti je hajnë, ke vjedha agregata. Zotri, unë kam vizion, mos bani akuzat pa lidhje, zotri. Ti je hajnë i agregata, kam fakte. Ku i ki fakte, zotri? Kam fakte, me një janar, 1997 ke dasht me shit posten. Nuk është e vërtet, zotni, nuk keni fakte, Si kur çdo vit i ri, misht më urua, kur s'të kam prano shpirtin, as dhuratat s'më gëzuan, as një ndër, kjo dëshire pa plotësuar, dhe një herë gjumi prishet, nga fishek zjarët e mallkuar. Ora shënoj, vitet për ndryshuar. Akrepi kaloj, e unë njejt e dëshpëruar. Që kur i këti për mu këvit i ri, i mallkuar. Ora shënoj,
fishek zjarët i ure, koha ik viti kalon, zemrën time ma lëndon. As një ndër, kjo dëshire pa plotësuar, dhe një herë gjumi prishet, nga fishek zjarët e malkuar.